Nga fillimi i kësaj jave, policia e Tetovës ka ndërmarrë aksion kundër motociklistëve, të cilët këtyre ditëve qarkullojnë në numër të madh në Tetovë. Sipas policisë, janë kontrolluar rreth 40 motocikleta të llojeve të ndryshme, të cilat janë hasur në rrugët e Tetovës. Në këtë aksion është vërtetuar se 4 motocikleta nuk kanë pasur regjistrim, po ashtu 4 kanë qenë të drejtuara pa leje adekuate, ndërsa tek një është konstatuar se i ka skaduar afati i regjistrimit, kurse njëri drejtues nuk ka pasur as pak leje qarkullimi. Për shkak se 2 drejtuesit e motocikletave nuk kanë pasur as pak dokumentacion, motocikletat janë konfiskuar. Krahas kësaj janë konstatuar edhe shkelje të tjera të rregullave në komunikacion, si parkim jo i rregullt, mospasja e pajisjeve adekuate, mosdhënia e përparësisë për kalimtarët. Duke vepruar në bazë të autorizimeve të tyre, policët të cilët kanë marrë pjesë në aksion kanë përgatitur 10 fletpadi, ndërsa 5 motoristë janë larguar nga komunikacioni dhe të njëjtit do të përballen me dënime adekuate, deklaroi zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme në Tetovë, Marian Josifovski. Po ashtu një aksion i këtillë është realizuar edhe në Gostivar, ku janë zbuluar 9 kundërvajtje. 8 motoristë kanë drejtuar pa pajisje mbrojtëse dhe një pa leje për vozitje, dhe për këtë shkak janë përgatitur 8 ftesa për pagesë të dënimit dhe një fletë dënim, tha Josifovski. Nga policia e Tetovës bëjnë të ditur se aksionet të këtilla do të vazhdojnë edhe më tej për kontroll të motoristëve, të cilët me ngrohjen e temperaturave në numër të madh mund të shihen në rrugët e Tetovës.